Fillohet zakonisht, atë që thash, çdo 60 apo 90 minuta me izometri. Çfarë do thotë izometri? Ushtrimi i muskuleve pa ndryshuar gjatësinë e tyre. Dhe marrin vendosin duart tek balli. Vendosin tutën duart tek balli. Duart shtyn kokën mbrapa, vetë koka shtyn përpara. Kjo 30 sekonda deri 1 minutë. Mbasi kemi bërë këtë ushtrimin e parë, ushtrimi i dytë tani duart i vendosim mbrapa kokës. Koka shtyn mbrapa, duart shtyn përpara. Muskujt e qafës forcohen, pa ndryshuar gjatësinë e muskujt, pa lëvizur qafën. Ushtrimi i tretë. Urim duart, vendoset dora në një krah të kokës, koka shtyhet në krahun e djathtë në këtë rast, vetë koka shtyhet Për drejtime të majtas. ndryshme. Muskujt veprojnë në drejtim antagonist, të kundërt, duke bërë forcimin e muskujve. Po ashtu dhe me dorën tjetër. Kjo quhet izometri. Pra, siç thash, pa ndryshimin e gjatësisë muskujve, forcojmë muskujt e qafës. Pse i forcojmë muskujt e qafës? Që të kemi një kollonë sa më të shëndetshme, disqet në mos amortizohen, në mos të degenerojnë dhe mos të kemi ulje të lartësisë. Ushtrimi pas ardhës, pas izometrisë, zgjasim mjekën përpara. Edhe mbrapa, rreth 10 herë. Duke bërë këtë lëvizje, muskujt ato të vegjël miofit lëvizin. Duke lëvizin mbajmë sa më të gjallë, në mënyrë që ushqimi me lëndë ushqyese, limf dhe gjak të jetë sa më i plot. Pastaj zgjasim mjekrën tek gjoksi 10 herë. Ngadalë, në rast se kemi maramendje apo dhimbje, ndalojmë, pushojmë. Asnjëherë mos veproni kur ka dhimbje. Kur kemi dhimbje është në semafori kuq, ndalo. Ushtrimi i tretë. Lëvizim kokën majtas djathtas, gjithmonë pas forco, pa dhimbje. Pjesa e trupit qëndron drejt. Pjesa e trupit qëndron e pa lëvizur. Pastaj, ushtrimi i katërt. Vendosim mjekrën tek gjoksi dhe si lavjerës lëvizim kokën majtas djathtas. Sta tek një sup, tek supi tjetër. Sepse gjatë qëndrimit në punë, në rast se rrim 8 apo 10 orë pa lëvizur, na humb dhe kjo lordoza e qafës, ky harku i qafës.